Mirë mbrëma, Zhelina. Lato, prej sonte ma shumë se 2500. Dhe nuk ka pse t'jetë ndryshe, për shkak se çdo qytetar, çdo banor i Zhelinës dëshiron t'jeton një vendbanim kaq të bukur si që është Zhelina. Faleminderit, kryetar Blerim Sejdiu, je model se si duhet punuar për qytetarët tuaj. Të nderuar lider të Vlenit, shtabit, shumë të respektuar kandidat për këshilltar, të nderuar banor Zhelinës, ju ishit lajmëtarët e parë të ndryshimit. Ju do t'jeni lajmëtarët e parë të fitores madhe të Vlenit në këto zgjedhje. Ata kundërshtarët tanë nuk kemi që flasim për ata. Ata prej raporteve të mira me Amerikën u futën në listat zezat saj. Na premtonin integrimin në Bashkimin Evropian, na e sollën Open Ballkanin, botën serbe dhe Serbin. Prej shqiptarve, ata ikën prej nesh e bën jarani me Mjalkovin, Gruevskin, Vučićin e Lavrovin. Dhe sot, kur ju dalin shesh edhe allazhvereshe tjera, bizneset me Serbin, vinë këtu si të shartur, ofendojnë shqiptarët me fjalor shumë të ullët, po e kanë kot. Vleni është dëshmuar si në pushtetin qendror, ashtu edhe në pushtetin lokal. Zhelina e Blerim Sejdiut dhe Tetova e Bilal Kasamit janë dëshmi se mund punohet mirë dhe punohet shumë, po edhe në qeveri rrugët si që janë koridori 8, Shkup-Blac dhe Tetov-Prizren janë më të prekshme, janë fazë të ndërtimit, janë fazë projektimit. Andaj, ju kisha lutë sa ma masovikisht të dalim me 19 tetor që fitoria tjetë shumë më e thellë të në Zhelinë, sepse vërtet Blerim Sejdiu meriton një përkraje të fuqishme për të vazhdu edhe me projekte shumë më të mëdha në të ardhmen. Faleminderit shumë. Një zë e presim pa